Tema për cilën sonte do të flasim titullohet Islami kod kundrejt papunësisë. Islami kod kundrejt papunësisë. Ka kohë gjatë që kam mendu me e prek këtë temë dhe me fol diçka nga një aspekt që ndoshta vështirë e kemi me dëgju. Për shkak se ky është një problem aktual, një problem shumë i madh i cili i mundon sot njerëzit, në veçantë shoqërinë kosovare, papunësia e madhe. Ne nuk kemi drejt e as që jemi të thirrur me fol dhe me sjell alternativa se si mundemi me luftu dhe me eliminu papunësinë, nga se ky aspekt i takon njerëzve cilët janë eksperta dhe merren me lamin e ekonomisë, njerëz që janë profesionalë të përgatitur. Mirë po, ne dëshirojmë këtë problem me prek dhe me u qas këtij problemi nga një anë tjetër, nga një aspekt tjetër. Nga aspekti se Islami, feja jonë në nxit, në inkurajon dhe kërkon prej neve me shkatru dhe me qrënjos papunësinë. Islami nuk ka dëshirë, ose Islami nuk kërkon që muslimanët me qenë batalla, të padobishëm. Andaj, mendoj se është një temë shumë më rëndësishme dhe është një temë aktuale që do të interesoj çdo njerit prej neve, po edhe ata të cilët nuk e kanë zakon me anë xhami, po të kishin mundësi me i dëgju këto fjalë, sigurisht se edhe atyne do t'ju interesoj kjo temë, në veçanti nga këndi i Islamit, si e shohim ne problemin e papunësisë dhe si njerëzit duhet angazhohen me zgjidh këtë problem dhe me e largu papunësinë. S'ka dyshim se prej problemeve madhore dhe prej fatkeqësive të cilat fatkeqësi me të cilën ballafaqohet sot bota, po edhe shoqëria kosovare, është problemi i madh i papunësisë. Shumë njerëz edhe shumë individa sot nuk din çfarë të punojnë. Dhe pse njerëzit sot nuk din çka me punu, ka shumë arsye. Mirë po, arsyet kryesore vazhdimisht sipas këndit ton janë dy. Arsyeja e parë pse njerëzit nuk din çka me punu është përtacia, dembelloku. Kjo është arsyeja e parë. Arsyeja e dytë është një smundje tjetër që e ka përmend pejgamberi alajhissalam. Edhe këtë smundjen e parë pejgamberi e ka përmend dhe na ka mësuar neve me kërku mbrojtjen e Allahut, që Allahu më na mbrojt dhe më na rujt prej dembellokut, që është smundje. Arsyeja e dytë pse njerëzit sot nuk dinë çka me punu është impotenca. Në atë kuptimin pamundësia kur një njeri ose një qytetar ose një individ nuk ka dëshirë, nuk ndin dëshirë për me punu. Kjo është një behone dhe një smundje për cilën pejgamberi alajhissalam na ka mësuar me kërku mbrojtjen e Allahut subhanahu wa taala. Shumë problem është kur një njeri nuk din si me motivu veten me punu. Për ato pejgamberi alajhissalam na ka mësuar me e bën një dua, me e lut Allahun dhul xhelal, me kërku mbrojtjen e tij prej dy sendeve të këqija, prej dy tmetave. Ajo dua është Allahumma inni a'udhu bika min al-kasli wal-ajzi. Kjo është një pjesë e duas, se duaja është hala më e gjatë. Diku para 3-4 viteve ose më gjatë kemi folë në lidhje me këtë dua, që do të thotë, o Zotim, unë kërkoj mbrojtjen tënde, të më mbrosh prej përtacisë, prej dembellokut dhe prej përkthejnë impotencës. Mirë po, disa njerëz nuk e kemi qëllimin me përdor impotencë në atë kuptimin e përgjithshëm që përdoret, mirë po në atë kuptimin ku një njeri tregohet i pamundur, nuk ka dëshirë, nuk ndin motiv me punu, s'din si me motivu veten edhe me nxit veten edhe me shti veten me punu. Kjo është mundje. Ma e keqe kjo e dyta se e para.
Shumë më e keqe kjo smundje se sa dembelloku. Se dembellokun mundet mu shëru, edhe kjo dyta shërohet. Mirë po dembelloku njeriu mundet shumë lehtë mu motivu, ndonjëherë ndodh presioni, dikush i bën presion edhe e largon dembellokun. Nganjëherë prej frikës, prej dos, e heq dembellokun. Mirë po kjo e dyta është shumë problematike, mirë po edhe kjo gjithsesi që ka shërim. Andaj këto janë dy arsyet kryesore në aspektin e përgjithshëm. Edhe njëherë unë po du me bë një vrejtje. Ne nuk do të flasim me sjell alternativa dhe formula si e zgjedhim problemin e papunësisë, se kjo takon njerëzve që janë ekspert dhe që merren me shkencën e ekonomisë. Neve na intereson papunësinë me prek nga një aspekt tjetër, nga aspekti se Islami kërkon prej neve vazhdimisht mu angazhu, me u tregu aktiv, me i kërku sebepet. Andaj, në fillim e përmendem këtë lutje dhe e lusim Allahu dhul Gjelal që të na mbron prej këtyre smundjeve, prej dembellokut dhe prej pamundësisë kur njeriu nuk ndjen dëshirë dhe motiv për me punu. Shariati Islam inkurajon për punë dhe pse Islami kërkon prej muslimanëve që ata me punu, me qenë vazhdimisht të angazhuar dhe aktiv, kemi shumë argumente. Qoftë argumente prej Kuranit, qoftë argumente prej fjalëve të pejgamberit alayhis salam. Me jeni një shembull. Për shembull, një prej ajeteve që kërkon prej neve me punu dhe me angazhu, është ajeti i surës Jumu'a, ku Allah subhanahu wa ta'ala thot: "Ya ayyuhalladhina amanu, idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillah wa dharul bay'a." فإذا قضيت الصلاة كبنا interesant فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. Ajeti thot, o ju besimtar, kur vjen momenti dhe thirrja e ezonit për namazin e gjumos, dharul bej, lejni shitblerjen, nuk ka më punë, shkoni dhe përgjigjuni ezonit. فإذا قضيت الصلاة, kur të kryet namazi, përfundon namazi i gjumos, atëherë fantashiru fil ardi, shpërndajuni në për tokë, wabtagu min fadlillah, shpërndajuni në tokë. Pse? Shpërndajuni në tokë me qëllim me i kërku mirësit, begatit, bereqetet dhe të mirat e Allahut subhanahu wa ta'ala. Apo shë, ajeti menje në mas obligimit ndaj Allahut, kërkom prej neve mu shpërndan tokë, mu aktivizu, me punu, me i kërku mirësit dhe begatit e Allahut gjelle gjelaluhu. Kemi ajete tjera në Kur'an që na sqarojnë se ka momente kur në kohën e adhurimit, në kohën e ibadetit, tregtia është e lejume. Edhe është koha e ibadetit, por në atë kohë ka mundësi dhe me bo tregti biznes. Ka ajete që neve na stimulojnë dhe na lejojnë, kërkojnë prej neve edhe në kohën e ibadetit me bo biznes. Për shembull, thot Allahu dhul Jalal: "Lejsa alejkum gjunahun an tabtagu fadlan min rabbikum." Allahu kur flet për haxhin dhe kohën e haxhillokut, e haxhilloku është një prej ibadeteve dhe prej adhurimeve shumë madhore në Islam. Allahu thot, nuk është gjuna që ju në kohën e haxhillokut me i kërku mirësit dhe të mirat e Allahu dhul Jalal. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, ju e dini, unë edhe njëre po e përsëriti, nga se përsëritja është nëna e mësimit. Allahu prej neve kërkon shumë herë me i përkujtu sendet, se kur i përkujtojmë sendet, i mësojmë mirë dhe nuk i harojmë. Merri një rregull, këto mos e haro. Kur të përmendet shoku i pejgamberit Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, në konotacionin, në lidhjen me komentin e ajeteve, me shpjegimin e ajeteve, merre rregull. Është mendimi tina është mendimi më i respektuemi. Shoki më i mençuri i pejgamberit në lidhje me komentimin dhe shpjegimin e ajeteve të Kuranit, kush është? Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah ibn Abbas është djali i Haxhit pejgamberit. Sa Abbasi u kon mija pejgamberit. Abdullah i djali i Haxhit pejgamberit. Pejgamberi ka bëu dua për këtë djalë, që Allahu me furnizu dhe me jap ilmin, diturin. Aq ka qenë dietar i madh, sa që pejgamberi alayhis salam ja ka jap epitetin
edhe e ka qujt Abdullah ibn Abbasin oqeani i Islamit, oqean i ummetit Islam. Dhe me qas shumë ujë ka në oqean, a i ka qenë me dituri mbushur sa një oqean në ujë. Bahrul Umme. Edhe pejgamberi ka japë edhe një epitet tjetër, Tergjumanul Kur'an, komentusi dhe spjegusi më i mirë i Kur'anit është Abdullah ibn Abbasi, radiallahu anhuma. Radiallahu anhuma. Abdullah ibn Abbasi na tregon shkakun pse Allahu e zbriti këtë ajet. Afroni gjemë dhe pak se qërat e të tjera, afroni ka ven, mos rini të tjera. Abdullah ibn Abbasi thot, para ardhjes së Muhamedit në gjahiljet, në kohën e ignorancës, kanë ekzistu në Mekë tri tregjet njohura. Para se marrë Muhamedi a.s. në Mekë, ju e dini se edhe para se marrë Muhamedi a.s. Mekë, mushrikët kanë pas haqillok, edhe e kanë kry haqillokun. Mirë po jo haqillokun sfare ne e bojmë sot. Mirë po haqillok me adetet këqija dhe të mrapshta. Në të kohë kanë qenë tri tregjet njohura. Një treg e ka pas emnin Ukadh, një tjetër e ka pas emnin Mejenne, edhe një tjetër treg e ka pas emnin Dhul Hijaz. Tash kur ardh pejgamberi a.s. ka fillu zbritja e Kur'anit, haxhilet kanë thonë, e kena gjuna na tash në kohën e haxhit me u marrë me tregti, apo në kohën e haxhit do të me ndal biznisin, veç do të ibadet. Allahu dhul Jalal e zbriti ajetin, lejsa alejkum gjunahun, nuk konsiderohet për ju gjunah, nuk është gjunah që në kohën e haxhilokut, në kohën e ibadetit, të njëjtën kohë edhe kryni haxhin, të njëjtën kohë edhe bëni biznis. Për ato shumë njerëz të ne mundohen me i nënqmu dhe me i poshtru haxhilert. Po shembull, është një njeri ka shku shumë herë në Qabe, Allah i ka japë pasuri. Qa mos më shku në Qabe? Kjere, qka thojnë për ta? Thojnë kë shkon për tregti. Po mirë, tregtia e lejuar është, a i shkon e krini ibadetin, edhe nëse ka sens, nëse i shkon përdore tregtia, pse mos me bë tregti? Po me nxirë edhe rrugën dhe ketë, po edhe 10 herë rrugën me nxirë, alhamdulillah, a i krini ibadetet, nuk i len mungi edhe bën tregti. A nuk hargjojnë njerëzit sot paret kota për sendet, pare në sendet kota? Ja një shembull. Një vlla, pak kohën ka zoj. Tha, o që kështë të pi një kafe, djeme një njeri, tha, nga të meje, 1.000 euro, ishti një mbastore. Jo kribuna, 1.000 euro. Tha, e thash, ma bre, as po të imina, 2-500. A din që ka mundëm na me bora me neve, mundëm këto. Tha, jo. Mirë, kur ishti një 2-500, mbastore, për kumore, e aj, po boka kiamet, se po shkojnë që haxhilok me pare të vetat havalit për çdo vjet, kur kush nuk bën zhurmë se shkojnë në Antalya, a ki baja ka nis me reklamu, Bregdetin e Bullgarisë e kanë shtu si vjet. Dhe si vjet s'ka pas Bullgaria, sa diune, tash e kanë shtu Turqis, të Egjiptit, Bullgaris, Qipnis, Serbis, ka diune. Kur kush nuk bën zhurmë, ama nëse shkon haxhilok sot, ma mirë para ka haxhilokët me hap një shkollës, me ndresh një rrugë. A nuk o ma mirë me ndalë parët, e mos me shku ndete, e mos me bo bez banketa, ama haxhiloku ju vrana të ne. Nëse mos dalim prej temës, për ata, Allahu dhul Jalal në të regon se edhe në kohë ibadetit ka mundësi me bo tregti, edhe në kohë ibadetit ka mundësi me punu. Mirë po, duke mos i hin hak ibadetit, me kry ibadetin edhe të njëjtën kohë bën tregti nëse je i Zoti. Ka ajete ku Allah na tregon se tregtia është e lejume nëse bëhet në mënyrë të ndershme dhe me rregullat e Islamit, përderisa kamata është e ndaluar, sikur sa Allah thotë: "Wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba." Allahu e ka bot lejume dhe legjitime tregtin, ndërsa e ka bot ndaluar tregtin me kamat. Po ashtu kemi edhe shumë hadithe të pejgamberit alayhis salam që dëshmojnë edhe që kërkojnë prej neve mu angazhu me punu. Ne i përmendim disa ajete, tani do t'i përmendim disa hadithe ku pejgamberi alayhis salam kërkon prej neve me punu, kërkon prej neve mu angazhu, kërkon prej neve mu mundu. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot sikur një njeri ta lidh për shpindën e tina një ryp e të bën ndru, është më mirë për ta se sa me shtri dorën e mi u kërku tjerëve lëmosh, ata ndoshta ja japin
ndoshta si japin. Thot më mirë për një njeri me lidh një ryp për shpindën e tij e me dalë mal me mbledh dru, me dalë në pazar me shit. Se nuk janë shit me shlipera drut përpara, në kohën e fundit. Përpara se shit drut me shlipera. Si tash në kamiona. Thot më mirë me dalë mal e lidh një ryp për shpinë. Unë nuk e di, po kom pas shok ka përshnicës e të zatrave, i thëshin një vllak dru, se di, këtë term nuk di, një grumbull i druve, ta sa mundën më thonë ato, ndoshta qaq grumbull, 5 grumbull i druve sa i kanë marë, një njeri mundet me i bajt me shpinë, ndoshta bojnë 1 metër, Allahu adin sa bojnë ato dru, shpëdi. Pejgamberi thot, ma miro për një njeri, me lidh rypin shpindën e ti, me dalë mal, me mbledh dru, me dalë një shit, se sa dorën një ushtra tjerve, me i lyp lëmosh, sa datë, ndoshta i japin, ndoshta si japin. Ma miro me punu, se sa me shtri dorën. Hadith është i vërtet, transmeton Buhariu. Në një hadith tjetër thot pejgamberi alayhis salam, ma mirë është për një njeri më u mundu me shku me mbledh me shpindën e tij në dru. Që pejgamberi alayhis salam e ka përmend punën e krahut. Hamball. Dhe me puna me thjeshta. Nuk ka me thonë kom zanat e s'kom zanat. Një kësakis dogël e prendrunin. Nuk ka filozofia aty. As nuk do të me kry kolegjin amerikan, as kur gjo. Dhe me pejgamberi ka përmend punën më të letën. Hamball më bo. Thot më mirë për muslimonin me përdor krahun e tij. Pundorën me bo, se sa me ushtri dorën të tjerëve sadaka. Thot e kur fiton pasuri, atëre bëhet i pasur. E kur të bëhet i pasur, nuk ka nevojë me i lyp njerëzve pare, me i lyp njerëzve sadaka. Thot pejgamberi sa në vazhdim. Thot fa inna al-yad al-ulya afdalu min al-yad as-sufla. Thot se ajo dorë e cila jep është më e mirë se ajo dorë e cila kërkon. A më mirë me jap apo me kërku? Më mirë është me jap. Për ato, këj hadith dhe hadithet tjera kërkojnë prej neve mu angazhu edhe me punu. Dhe dhe nga këto hadithe kuptojnë se njeriu duhet me kërku riskun edhe nëse është nevoja me punu pun krahu, hambal, me punu pun thjeshta, mirë për muslimoni ka dignitet, muslimoni ka personalitet, muslimoni nuk pranon nderin e tina, punon, qka do punon? Me ndjerë s'halal, mirë për nderin e tina nuk lejon më ushkel dhe më përbuz digniteti i ti. Pejgamberi alayhis salam në një hadith tjetër tregon se ushqimi më i miri në të kuptimin, ushqimi më halal është ai ushqim që njeriu e fiton prej durve të tij. Thot pejgamberi alayhis salam, atyabul kasbi amalu ar-rajuli bi yadihi. Thot ushqimi më i miri, ushqimi më i halali është ai ushqim që njeriu e fiton me durët e tina. Punon me dy durët e tina, me ndjersën e tij e fiton, kjo është ushqimi më i miri, ushqimi më halal ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Një hadith tjetër thot pejgamberi alayhis salam, nuk ka mundësi dikush me hongër ushqim më të mirë se sa ai njeri i cili ushqet prej durve të tij. Thot, a nuk e dini ju se pejgamberi Allahut Davudi është ushqy prej durve të tij? Çfarë zanati Allahu ja ka jap Davudit alayhis salam? Allahu dhul Jalal i ka jap fuqi të zakonshme, me dy durët e tij e ka punu hekurin. Ka lit me hekur. U alanna lahu al-hadid. Thot Allahu në Kur'an. Dhe ja bëmë më të but hekurin, si pamuki. Mujize. Davudi alayhis salam ka qenë pejgamberi Allahut, ka qenë mret, ka qenë khalife. A nuk ka mujtaj me shfrytzu arkën e shtetit? Mirë, po ka dash me i kazu popullit ti, shoqërisë ti, se ushqimi më i mirë është ai ushqim çka une e fitoj prej durve të mia. Për ato ka qenë njështër shumë i njohur për me i bo ato pajisjet ushtarake. Qoftë ato gjyksorët, qoftë shpatat, kutaliune. Sa që tha pejgamberi? A nuk e dini ju se pejgamberi Allahut Davudi është ushqy prej durve të ti? Krejt këto janë argumente që na nxisin dhe kërkojnë prej neve që të angazhohemi. Dhe të punojmë e të fitojmë ushqim halal dhe të fitojmë me ndjersën tonë. Në një hadith tjetër thot pejgamberi alayhis salam, pejgamberi e cilëson xhihad. Pejgamberi thot ai njeri i cili angazhohet, mundohet me fitu riskun, pejgamberi e bën barazi me xhihadin, luftën në rrugën e Allahut dhul Jalal. Dëgjoj hadithin. Thot pejgamberi alayhis salam, riskun për
konsiderohet për të gjihad. Nëse ka dalë me ushqy dy prindrit e tij vjetër, të më shumë, kjo konsiderohet gjihad për ta. Nëse ka dalë me rujtë nderin e tina, kjo konsiderohet në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Të do të thotë pejgamberi alayhis salam, aq shumë i jap rëndësi punës, angazhimit që njeriu me fitu riskun me ndjesën e tij, e bën barazi me gjihadin. Ktu kisha dashur me bëni një sqarim të shpejtë dhe të vogël. Kur i dëgjoni këto hadithe që pejgamberi thotë kush e bën këtë punë e ka vlerën e xhihadit, e ka shpërblimin te Allahu si xhihadi, nuk guzojmë me kuptu se kjo punë e ka shpërblimin e njëjtë dhe të barabartë me atë njeri i cili e pluhros trupin e tij dhe lufton me shpirtin dhe trupin e tij në rrugën e Allahut. Nuk mundën më konë të barabartë. Se Allahu thotë në Kur'an, la yastawi al-qa'iduna, thotë nuk mundën më bot barabartë ata që rinë në koltuk e në fotele me ata që dalin me luftu në rrugën e Allahut. Mundën më konë barabartë. Mirë po pejgamberi kur kërkon prej neve edhe pason me shpërblim, e ka shpërblimin sa gjihadit, dije që ajo një punë shumë më rëndësi. Mirë po nuk ka i barabart ma e njeri i cili me shpatën e tina ja tregon shpatën kufrit dhe shirkut. Nuk mundën më konë të barabartë. Sa atëri i hub vlera gjihadit. Mirë po aty për afër, kjo është domethënë metode pejgamberit alayhis salam, që pejgamberi kërkon me nxit, me stimulu njerëzit me bën një vepër të caktuar, duke ju premtuar shpërblimin sa shpërblimi i gjihadit. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon se ushqimi me halal është shkak i cili na mundson hyrjen në xhennet. Bilem vllazët e mi të dashur, prej elementeve, prej sebepeve më të rëndësishme që na lehtëson rrugën tonë drejt xhennetit është ushqimi halal. E na nuk kemi të vetëdijshëm. Wallahi jetojmë në një kohë të vështirë. Jetojmë në një kohë shumë të keqe. Nuk e kanë gajle. E fitojnë halala jo. A ushqimi i halalit është një prej sebepeve që në kryesore që na ofron xhenetit. Sot ditën se fitojnë parë. E shtinin 1.000 euro, fitoj 2.000. Shtinin 1.000, fitoj 1.500. Se është i dehur. Ne shumë herë thojmë, Ibn Allah ka thonë, nëse një njeri dehet, pihet prej alkoholit, nuk ka kjo problem shumë i madh, se mas një kohë i del pija. Mirë po nëse njeriu dehet prej gjinohave, nëse njeriu dehet prej harameve, kjo dehje është e rrezikshme. Ai njeri dehet, nuk i dhimit një shumë e madhe në këtë krizë të madhe ekonomike, por në bastore, kjo është dehje. Ai njeri është i dehur mbas dashurisë dhe robnisë që e ka ndaj dinarit dhe dirhemit. Ai dashuron dhe ai nuk zgjidh metodë dhe rrugë që marr deri te parja, mirë po ai është i dehur. Edhe nuk i intereson, vetëm i intereson euro dhe dollari. Por ato vllazën jetojnë në një kohë të keqe, në një kohë të rrezikshme. Le kemi të kujdesshëm. Si e fitojmë pasurinë tonë? Për shkak se me atë pasurinë e ushqehemi. E kur ushqehesh me një sen që është haram, atëherë ajo ndikon edhe në ibadet. Për ato thotë pejgamberi alayhi salatu wassalam, "Man akala tayyiba wa amila fi sunnah wa amina an-nasu bawa'iqah dakhala al-jannah." Pejgamberi ka thënë 3 sende. Kush do me hinë xhennet? 3 sende. Le ti bën 3 sende e ka xhennetin. E para, fa ai njeri i cili ushqet me halal. E dyta, punon dhe e harxhon jetën me sunetin e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Falenderojeni Allahun dhe djem që Allah ju ka udhëzuar sunetin e vërtet pejgamberit alayhis salam. E nuk jeni ty far dervisha. Falënderim dhe Allahu të gjelal. I bën Allahut ibadet, ashtu sikur se Allah është i kënaqur me ty. I bën Allahut ibadet, ashtu sikur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i ka mësuar Abu Bekrin dhe Omerin. Kjo është shumë punë e madhe. Kjo dhurata më e madhe. Sot në dunja ka 1 miliard e 200-300 milion musliman. Këti thojnë vetit musliman. Po çfarë musliman janë ata? Ishkat e tyrbja. Shkon e pren kurbanin për vorin. Shkon e lën nezrin për vorin. Shkon e bën tavafu vorin. Islami prej këtij njeriu është larg sikur se lindja prej perëndimit. Shumë larg, s'ka kur gjë ky njeri me Islam. Aty Allahu dhul Jalal të ka zgjedh prej këtyre miliardë njerëzve të ka zgjedh le që ka pa musliman, po ta ka hap mendjen dhe je i udhëzuar me udhëzimin e shëndosh. Dhe çdo ibadet që ja bën Allah, inshallah, nëse i plotson dy kushte, je i sinqert në atë ibadet, edhe e kryen ibadetin, çish ka thënë pejgamberi, ai ibadeti joti është i pranuar te Allahu dhul Jalal. A ka kënaqësi më të madhe se sa kur robi është i sigurt
se ibadetin që e bën, Allahu ja bën kabul. Allahu na i bëftë ibadetet tona kabul. Për ato se pejgamberi alayhis salam, ai i cili ushqehet me ushqim halal dhe vepron me sunetin e pejgamberit, dhe njerëzit e tjerë, kushti i tretë, dhe njerëzit e tjerë janë të qetë prej zullumit ti, nuk i bën zullum tjerëve, dakhala al-janna, hinin jannat. Kollaj xhennet. Sa kollaj me 3 sende, pa filozofi. Fitoje pasunin halal, ajo pasuni të mundësan më ushqy halal, jetoje jetën me sunetin e Rasulit sallallahu alaihi wasallam, njerëzve mos i bën zullum, xhenneti është për ty. Mirë po, si ka Allah i cezde, se dikush ndim të të kollaj këka, e dhe të mirë Allah i cezde, me vonë namazin. Nashta, mund është me shkuti në gjennet, ama kjo ndoshta është, ndoshta. Ma mirë puno me sigurt, mos shko me ndoshta, se me ndoshta është problem. Andaj, shokët e pejgamberit alayhis salam, duke qenë të edukum prej mësuesit më të mirë në historinë e njerëzimit, e ajo është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edukatori më i miri në rrezullin toksor ka qenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, e kanë kuptuar shokët e pejgamberit alayhis salam nga këto ajete dhe nga këto hadithe se praktikisht duhet me jetu me këto dhe janë angazhu dhe janë mundu dhe pasurin e kanë fitu me punën dhe angazhimin e tyre. Me janë të sjell një shembull të shokëve të pejgamberit janë shumë. Vetëm një shembull që ju krejt e dini, shembull shumë i njohur. Ju e dini të dashurit e mi, kur pejgamberit alayhis salam Mekë ju ngushtu toka, hapësira, nuk kishte më mundësi me punu për fenë islame, pejgamberi u detyru me u jap leje, duke marrë lejen fillestare prej Allahut dhul xhelal, me u jap leje muslimanëve me lshu Mekën, me shkon në Medinë me bo hijretin. Kur shkon musliman prej Mekës në Medinë, shkon me rujt fenë e Allahut, e lën pasurin, i lën shtëpijat krejt. Njëri prej atyre sahabëve që e la pasurinë e tij komplet, vetëm imanin e tij na e mor, edhe trupin dhe shpirtin e tij me shku, me u taku në Medinën e Rasulullahit me pejgamberin alayhis salam dhe me mbet besnik fesë islame, ishte njëri prej tyre Abdulrahman ibn Aufi radhiyallahu anhu. Unë i japi shpesh herë vërejtje, edhe njëre po du me përsërit këtë vërejtje, se nuk janë tepërta. Djem, kur përmenden shokët e pejgamberit alayhis salam, sikurse shembulli Abdulrahman ibn Aufit, që nuk kanë një shok i panjohur, por një personalitet që ka hap kontribut madh, nuk do të më hap sytë dhe më thon, kush ka çu ky? Këta do të më i ditë krejt. Se të li farë shejtani është mendjen ton. Apo e shini çfarë sehire në ka bo kampionati. Deshtëm edhe s'deshtëm. Ka ndikut e ne. Edhe ti e din, kush ka me lujt, kush po lujt qitash, kush ka me lujt 9 cati, e din. Ti e din, filan lejtari, në cilën ekip lun, sa i merë, ku konë, ku ka me shku, kush e ka lyp. I din këtë informata, mos me i njoft burat më të majtë historisë. Shokët e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam, që Allah i ka përmend në Kur'an dhe i ka lavdruar turp, dhe nuk ka asnjë arsye. Hiç nuk ka kurrë arsye. Arsyeja është vetëm dembellëku. Njëri prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam andaj o djem, lexojini jetën e këtyre burrave, se Allah ka kërku prej neve me i pas shembull dhe shëmbëltyr këta njerëz, se këta njerëz e kanë dëshmu praktikisht jetën e tyre dashurin ndaj Allahu dhul xhelal, dhe Allahu e ka konfirmu këtë dashuri. Këta e kanë dëshmu praktikisht jetën e tyre dashurin ndaj fesë islame, Allahu e ka konfirmu këtë dashuri dhe ka thonë me të vërtet këta kanë jap kontributin për fenë islame. Dhe në fund Allahu ju ka thonë radiyallahu anhum wa radu an. Allahu është razi me ta, Allahu është i kënaqur me ta. Subhanallah. Kur të mrin muslimoni këtë gjendje, që Allah më kon i kënaqur me ty dhe me mu, u kri puna, ke njeriu më i pasur. Me ditë unë edhe ti, që Allah është razi me ne, Allah është i kënaqur me ne, s'ka më rrezik për ty, u kri puna. Kur muslimoni mbrin këtë gjendje, që Allah është razi me ty, Allah është i kënaqur, atëherë vetëm Firdausi dhe huriat në xhenet po të presin dhe s'ka kur gjë tjetër. Allahu na bof nasib që Allahu me qenë i kënaqur me ne. Abdulrahman ibn Aufi mbritin në Medinë. Fukara kur gjë hiç kur gjë. Ato tresha në trupin e tij kur gjë tjetër, veç imanin e kish, besimin, shahdetin me veti, namazin, ngjirimin, dhikrin, Kur'anin.
pejgamberi alayhis salam i boni thirrje banorëve të Medinës, ensarëve, ju tha, do të mu vllaznu. Tha, kush është në gjendje gatishmërie mu vllaznu? Në çfarë kuptimi të vllaznilohet? Tha, me e marrë, dhe kur i thush vlla, me e marrë të shtëpia, edhe krejt çka ki me i da për gjys. Dolën 45 këtona, 45 burra prej Medinës, 45 prej Mekës. Secili e zgjidhi ka një asë di kush është, hiç, hajde vlla, po pranon vlla, krejt çka kam unë. Abdulrahman ibn Awfi i varfër prej Mekës Medinë, po pret kush pa e merr. E mund një sahabe i pejgamberit ka thënë për Medinelive, ensarve, me emrin Said ibn Rabi, radhiyallahu anhu. I tha vlla, apo më pranon për vlla? Tha, i kom 2 shtëpia, i kom 2 gra, i kom 2 bashkë të hurmave, 2 plantazhe të hurmave. Tha, zgjedhë cilën shtëpi po don. Njënën për i grave du me lëshu, du mundoh me to, mu divorcu, kur të alëshoj ato, martoje, edhe zgjidhë cilën dush bashkë. Vlla i ke thonë, nuk ka fjala vlla ma e guhe, mu ka. Kështu i kam su pejgamberi e thonë. Subhanallah, çfarë oferte. Kur s'ishin njoft, kur s'kishin një, po ajo çka i njoftoi dhe i lidhi, ishte ajo lidhja më e fortë, lidhja La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kjo lidhje të lidh. Atje në Zelandën e re, dhe më zemra. Nuk din, nështë s'ki dit deri në këto momente që ka musliman, i dëgjon lojmet, se filan xhamia u kanë, dikun ku ta di unë në cilin do kontinent, ty të dhe më zemra. Ani pëse si një, ani pëse se din kush janë, dhe më zemra. Sa ajo fjala la ilaha illallah, ta prek zemra, reagon. Thotë, rago, nëso e gjallë, nëso e dekën për i gjunave, për i kufrit, Allah rahmet boft. Ama nëse kap një grim imon, ajo reagon. Se fjala la ilaha illallah, thotë, rago, kontakt, jep sinjal. Abdurrahman ibn Awfi radiallahu anhu tha, o vllav jem, që tha, Allahu ta begatoft pasurin, Allahu ta shtoft bereqetin, kryti prodhimin. Tha, faleminderes, Allahu shpërbleft. Tha, unë nuk du me i pranu këto, unë po e du vetëm një shërbim për teje. A ke mundësi me më tërgu ku gjendet tregu në Medine, vendi pazarit, ku? A vetë që kash? A vetë që kash? Tha, ti kryve, Allahu ta begatoft pasurin, ta shtoft bereqetin, e kryve ti prodhimin. E morë përdore, tha, që pazari Medines? Abdurrahman ibn Awfi ka pas kokë për tregti, sens, shumë tregtari fort. Pa kur gjo, mas 2-3 ditve, pejgamberi alayhis salam peshet të ndrequm, qëndisum, zbukurum, po i vjen era, një farë parfimi special, që në atë kohë është përdor, vetëm ata që janë feju e janë martu, një farë lloj parfimi. Tha, hajrova, hajrkoft, a ka diçka të re? Ha, qërën, njëri kur të s'kesh, erë një vend të huj, tha, ja Rasulullah, tha, jam martu, por hajrkoft, ku shë martohet, qka kiti, kur të s'ki, a s'pija t'gullo, ja Rasulullah, a dora dhe pak në tregti. Në bazarët, i bona pak tregti, i bona do para, a li pa një qikë të nësarve, ma japën, u martove, e mora një shpi me qëra. Tha, mirë, martesa ka pun, ka kushte, tha, ja ke japë dhuratën grus mehrin, apo ja japë adha një strajc me dukat. Një strajc drogën me dukat. Kur gjos kish, gjërë kejt, me jërë po adha, vësh ka zama, unë bështet me Allah në të pejgamberi tha, apo mirë, tha, ti masi ko ke martu, atëherë e ki bërgjë muslimanve, me u pres pak unë i dash. Pa e unë i dash muslimanve, dhe me qëtë push që e martu. Për martes du të me i gazu muslimanve, jo me e majtë më sheft, fe jesën bërë me e majtë më sheft. Nuk ka kusht me e bot madhe. A me e martu du të me qitë pushk, me i prej dashat, e lop të viqat e sot ki, me i thirë musliman të akrebat të vlazit të me gazu si e martu. I tha pejgamberi alayhis salam, eulim walau bisha, tha bona një gosti nëse s'ke mundësi spaku me një dash. Apo shes sa që di kë njeri? Pse kë njeri ka arrit ka sukses? Se është eduku për pejgamberit alayhis salam, mos me mbet bar e shoqëris. Sot disa musliman kanë merak me kenë bar e shoqëris. Shoqënia me i martu. Mirë Allah ishë problem Allah i dashër. S'ka ma se vapë, edhe ma shpërblim të Allah ose një djallë tri i cili ka nevoj mu martu, e nuk i ka kushtet me i martu, ti e ndihman. Gjihad i madh është. Se ja mundëson vlavit tonë me rujt të nderin. I ndihman vlavit tonë me rujt për haramit.
Mirë po, ka një herë kjo bëhet e ëmbël, edhe dhojnë hajtë se në martojnë hoxha, në martojnë vaznia. Ja, musliman do në më konë të edukum, kur gjos ka pas, ka dojnë krejt, ka punu, Allah i ka bërëqet sukses, o martu. Për ato, shok të pejgamberit al-Islam e kanë kuptu se do të me punu, do të mu angazhu, do të mi abo sebebin dhe hizmetin, Allah dhul gjelal gjithsesi e qanë rezultatin. Për ato, Omeri radiallahu, Abdullah ibn Omeri edhe Abdullah ibn Mas'udi radiallahu anhu e kanë thonë një fjalë dytë të njëjtë, kanë thonë inni la akrahu an ara rajula sabahlala fariga lahu la fi amali dunya wala fi al-akhirah. Shikoni këta sahabët pejgamberit që kanë qenë prej sahabeve më të mirë pejgamberit. Shikoni çka kanë thonë. Kanë thonë vallahi ne e urrejm me pa një njeri i cili është batall, nuk merret me kur gjë, as punon për dunja, as për ahiret. S'ka ma keq se një njeri, as nuk bën punë dunjas, as të ahiretit. Sa shumë që ka kësi njerë sot në botën tonë. As për dunjas vinë, as për ahiret. Po mirëve të bilem as i smujtë më bo pasanik. E me nëzonë dunja, bilem ahiret, ibadet ban, as ibadet ban. Që do në thotë ta kanë japë këtë fjalë, këtë mendim, që ai njeri i cili është i padobishëm, ai njeri i cili është impotent, ai njeri i cili është i kotë, nuk punon as për dunja as për ahiret, ky nuk është musliman i vërtet, musliman që Allah dhul gjelal ka dëshirë me i pa ashtu sikur se duhen me qenë musliman. Shqyqani që ka thonë Omeri radiallahu anhu, Omeri ka qenë i rëpt në mendimet e tia, mirë po me drejt. Thot Omeri radiallahu anhu, mos të ulet dikush nga ju e me e prit riskun. O ull, dhe me kështë punon, e pe prit riskun, e po i qënë dur të nëlte, e po thot Allahum më rëzukni, o zot që më riskun. Shka po thot Omeri? Mos u mashtroni se prej qelit nuk bjen as ari as argjenti. A une, dhe përri, risko pe Allahit, një pe emnave të Allahut është arrezak, një prej cilësive të Allahut është furnizusi, a gëzon dikush të me i muhu? Allah nuk mundet në më ma shpirtin për hargju në riskun, por i që të këm kryq, edhe vjen mu. Ja, Omeri tha, mos të ullit dikush me e prit riskun, edhe me i qudut me dhonë Allah më rëzukni, o zot që ma riskun. Ja, kjo është kuptim i gabushëm, se Omeri tha, prej qelit nuk bjen ari dhe argjenti, po ari dhe argjenti vjen me ndirs, me pun. Arin e bën puna, paret fitohen me pun, e jo të ndajt me bo doa. Thot Ebu Sulejman e Darani, që që një ka thonë edhe një fjallë ma, ka që një për tabinve, thot, nuk është ibadet, kom të tua më u lodh prej namazit, e të tjerët më u lodh për ty. Mirë po ibadet është me fitu buken, e pasaj me bo ibadet. Që sa bukër. Këta është pejont, atë mirat kështi. Pejont, thojnë puna i badet a që vëndi. Mirë dhëtë më fale me shkujnë gjami, po, a nuk e puna i badet? Puna i badet është. Vesh puna është i badet në kohën e punës. Në kohën e i badetit, nuk ka më punë. Suleiman e Darani, Ebu Suleiman e Darani, e ka thonë një fjallë, se këta pejont e kanë një për hoxalarve, se si unë që ka shme që me i qitë për vetit të fjallë, për ka një për hoxalarve. Për ato i ka thonë, nuk është ibadet, konë të tua muaj për i namazit, e të tjeret mu lodhë për ty, dhe me të tjeret me të mbajt. Mirë po ibadet është me fitu rëgifën, mi co buk, e pasaj me bo ibadet. Me fitu bukën, e pasaj me bo ibadet. Dhe ju e dini dhe o shumë i njërë rasti i Omerit radiallahu anhu, kër njonin sare për e në gjami për ashe, sare për e në gjami për ashe. Dikur tha, zotni, a i abangjia i kajti, a jam i Medines, po mirë dhe vesh një gjami për të shë. A ki familja, kushia, kur nana, s'ka bona? Ta po adha, jam i martum, kom fmi, për hajkof, si jetën ti? Tha, Allah vjen punan, tha, edhe familjen teme, edhe mu mban, edhe vetën. E tha, ti qka ban? Tha, në vesh i badet, beja i punan. Që qka të thëmë, tha, mos ta falim namazin farz, të nëzon gjami këtu, të kum kazu në ty i badetin. Të më kazu i badetin, Omeri radiallahu anhu. A mundet dikush me akuzu Omerin, se Omeri nuk ka qeni dashurum në i badet? A njëri që pejgamberi a.s. ka thonë, shejtani
kur dëgjon se Omeri po ecë në një rrugë, ai nuk gëzon me ecë në atë rrugë, kthen rrugën, thotë s'kam punë me ecë këtë rrugë, do të më ecë në rrugë tjetër. Por ato Omeri radiallahu anhu e ka pa këtë defekt, e ka pa këtë smundje. Njerëzit batalla, ka thonë të nxon tjetërane me të nxon trehi. Koha i ibadetit, koha punës është koha e punës. Po ashtu, kur lexojmë biografinë e dietarëve islam ulemave, shohim se shumë dietarë janë marrë me tregti. Për shembull, Ebu Hanifja, rahimahullah, ka qenë biznesmen shumë i njohur, shumë tregtar, sidomos tregtia e tij u kon shumë tregtar i njohur i basmave. Shumë posanik i madh, Ebu Hanifja. Këtë talebet e tij që në bojë xhallar shumë të mëdhenj, që disa dietarë thonë ja kanë kaluar edhe Ebu Hanifës, sikurse Ebu Jusufi, Imam Muhamedi, Zuferi, këtë këtu i ka financu. Shumë pasanik i madh. Edhe alim, edhe pasanik. Said ibn Musayyib, tregtia tina u marrë me vaj. Shumë pasanik i madh. Do xhamar, se ka tregtia u dhurat për Allah. Shumë njerëz kanë marrë me bo biznesmen, Hamazdim. Dhurat për Allah. Do xhamar, s'kan ditë me çka më marr, e kanë gjetë çfarë biznesi, e kanë shkruar Kur'anin, se përpara nuk ka pas shtyp shkronja, e kanë shkruar Kur'anin, 4 muaj ditë ka bërë me shkruar Kur'anin, fletat, çfarë kvaliteti dopt, me pen, me ngjyrë, ku ta di unë, 4 muaj ditë e ka shit Kur'anin, edhe ka rënë prej çasaj. Janë njerëzit kanë bler Kur'an, ai është shtyp prej asaj. Që do të thotë, hoxhallar, dietarët islam nuk kanë pranuar më ushqy prej të tjerëve, nga se kur ushqesh prej të tjerëve, po shnohesh. Mreti ka parë. Ja gjunë një hedije të vogël hoxhës. Thot, kjo është për fillim. Keni me dytë hedijen e dytë. Mreti do me bo një dredhi, një haram të vogël. Hoxhën e ka bojaran, thot hoxhës, gjejqa të një fetfa dëqish, ta bëjmë një dredhi, ta mlojmë. Thot, pas bombre ka thonë për nga meri kështu. Qa më da, s'ke shpia, ko ke lartë që atje, ta bëjmë një shtimat mirë shtu mangat. E pas ke posti në vogël, që po typim pak manelt. Ha? Por mës me hinë në këtë rezik, kjo rezik, por mës me hanë këtë rezik, a e thot, jo, bukën e fitoj vetëne, e ka zaj hakin. Kjo ka ndonë në atë ko. Mirë për në këtë ko, hoxhallarët nuk banë më marë me tregti, për pas ata hoxhallarë që kanë sens për tregti edhe nuk humbin shumë ko. Allah i ka japë sukses, edhe ja ka lecu Allah rrugë. Pse në atë ko, ka vitë më marë në këtë ko zbanë, se në atë ko ka pas mas parti shumë hoxhallarë. E para, e dyta, njerëzit nuk jënë konë që ka gjahila, jënë konë ma afer dinit Allah. Sot është e kundër ta, njerëzit jënë shumë lërë prej fesë Allah, edhe hoxhallarë ka shumë pak. Me anis një hoxhë me marë me tregti, atëra i s'ka vakë me imësu muslimantë. Nuk ka vakë. Për shembull, a ka mundësi një hoxhë në Pejsët, ose në Prishtinë, ose kudo, në qëtë kohë, në qëtë krizë, me qeni suksesshëm, me punu për fenë islame edhe të njëjtën kohë me punu 8 orë, edhe pse mendoj që trallin ata që punojnë 8 orë, se sot këtë punojnë 10 orë të nelte. Orari punës o 10 orë të nelte. Për 150-200 euro kjo është rrok shumë i mirë. Se 250 është mashallah. Po foli për aktualitetin. Nëse një hoxh punon 10 orë, ose 12 orë për 250 euro, kur ka me gjeta i kohë për me punu për fenë islame? Sa i ka familje, në lodhët, të insan, në këjtë. Në këtë rast, shteti duhet me hek barën e jetesës, edhe shteti cakton rroga, edhe inshallah, lusim Allah në gëllë që edhe shteti jonë drejtohet, ta kupton të vërtetën, që 99% janë musliman, buxheti Kosovës, edhe arkat e buxhetit Kosovës mushen për parët muslimanëve. A nuk I dajten parët për kisha, bo të lashe e madhe. Bashkësia Islame, që sa vite kërkon prej shtetit, që në kuadër trimës, mos mu pagua dhe televizori, 3 euro e gjys, kur kush nuk e ka bot madhe këtë punë. Kur shkon takimin e fundit në Vjenë, popa, 3 popa e në konë, edhe thanë, duhet me energu takimin prej kishave, duhet këto, tha, amin, krejtu bon, ranë popat, ja u pëm hajrin në popave. Po, kjo është realitet, ke qeveria jone prisht. Pse mos me nda një pjesë të buxhetit, që ne jemi optimist që në tarmen, inshallah, të ma, tarmen e afërt,
Nëse i dojnë votat tona, nëse si dojnë votat tona, s'ka pare. Si i dojnë votat tona, nëse bugjeti Kosovës është 1 miliard, kime i do muslimanve, po e zënë 20 milion bugjet vjetë. Edhe katolik e jepju, edhe sërbë e jepju, tamam, s'ka gajle, ama si pas përqindjes. Se nuk mund është ti me i japë muslimanve 20 milion, edhe shkijeve 20 milion, sa ta e 1%. Ata e marin, sa e kanë përqindjem. Ajde me mundë mu bo dhe pak gjymer 2%, ma shumë jo. Do timi është joni. Edhe kështu regulohen punt, edhe nuk bohen hoxhalart kahër, e nuk bohen si faqja e zez, me nga mas 10 euro, mas 20 euro, e me qyrë kush po deke, me shku poshtë e nalte, Allah i rahmet bos, mirë po shteti për kujdeset për ta, edhe hoxha nuk e poshtran vetë vetën, Allahu në drejtov dhe në falë të gjithve. Ka një çështje tjetër. A ka mundësi që njeriu me vepru një vepër të ahiretit, ahiretit me njës. Për këto mirë, kjo më rëndësi se tash ka më orë përgjigje një hadith i madh i pejgamberit. Një hadith që ndoshta kush prej juve se kanë dëgju, ka mu habit me këtë hadith të madh. A ka mundësi një njeri, dëgjoj pyetjen mirë, me punu një punë të ahiretit. Po ajo punë e ahiretit më kon brenda një punës dunjas. Punon për dunjan diçka, po ajo puna e dunjas e lin një punë të ahiretit madhe. A ka mundësi? Ka mundësi. Dëgjoj hadithin e pejgamberit. Çështja ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Hadithi sahih gjendet në koleksionin e vërtet të Imam Muslimit. 2 njerëz të punu tokët. Po e punon tokën. Si më thon dikush i megja. Njoni po e ndin një zo prej rreve. Raja, që në mëgjizë, mërkulli. Raja po e lëshon një zo. Në qilë një zo, po thuhet kështu. Shko edhe ujite tokën e filanit. 2 njerëz, kushi me ara, njoni dyrektar për shembull. Po punojnë, njoni pendin një zo. Në re, dikush po thret, me të madhe në qilë, shko ujite tokën e filanit. Me fol qilë, me fol rat, kjo s'bova kia. Mirë po, Allah ka njerë i thanë ligjit e veta. Ky e ndëgjej zonin. Ky zo ka qenë urdhër i melekit. Allah ka urdhënu një melek, me i urdhënu disa re, me shku edhe me rashi në tokën e filonit, veç në tokën e filonit. Ky tash po punon në tokën e vetë. Thot po e këshyri, këtë koha e mirë, nuk pat re. Për një moment u bon një grumbull i reve. Filloj me rashi në tokën e filonit. A i s'pudin, si me thonë në tokën e Hasanit. Kone pejgamberit. Ta po bjen shi veç në tokën e atina. Arat jonë të kapme, kejt jonë mes njëra me tjetërën. Para me ndo, po e zojmë 50 hektar tokë, shi po bjen vetëm 1 hektar. 49 hektar s'po bjen shi. Çudi e madhe. Fara shi, masë unë alëshirë, shkova dhe të kujshia e parë, i thash. A e ndive një zo? Tha ndiva një zo të quditëshëm. Tha, filan ara, filan toka, e kujna është? O, robi Allah, tha, filan ara është e filonit, po përputhet e një që u thirë. Tha, hajde shkojmë të lipim këtë zotin e arës, ku shko ka kënjeri ma, qa pas ka bo? Vesh toka tina, shiu me lag dhe me ushqy vesh tokën e tina. Kjo mërkulli, më gjive. Shkun të i zotit tokës, e gjotjem, filonin. Tha, qka puna jote? Qka po bën ti? Kur kujsh për jo hitet toka, Allah u shiun për lëshan vetëm tokën tënde. Tha, vallaj, unë nuk kam të një filozofit madhe. Tha, qa për e kazoj që shë ku marit këta? Tha, unë e përoj tokën. Kur e marë frytin, qatë fryt e ndojnë 3 hise. 1/3 ja u japi fukarave. 1/3 e lo për familjen teme, 1/3 e shes edhe përgatitën për me mbil vitin tjetër. E a tha, që kjo ka i suksesi jetë që në nasë po mëshin. A përshë? Ka punu për dunja, po brenda kësaj punës dunjas ka dal një punë e madhe ahiretit. 1/3 e bereqetit ja ka japë fukarave. Që do më thëtë kjo? Se shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kanë kuptu shumë mirë dhe pa hamendje se dunjaja nuk guzon me ta marrë zemrën, edhe njeriu nuk guzon me konë robi dunjas, po dunjaja do të me qenë në shërbimin e njeriut. Kur njerëzit e kuptojnë kështu rolin e kësaj jete, atëra ndryshon edhe puna e tyre. E kanë vetë Imam Ahmedin rahimahullah. A ka një njeri mundësi
me qenë pronar i 100.000 dinarëve të arit, 100.000 dinar të arit, edhe të njëjtën kohë mu konë modest. Edhe 100.000 dinar, si që tash me dhoë për shembull, a ka mundësi një njeri mi pas 1 milion euro, edhe mu konë modest. E ka nëjtë Imam Ahmedin, nëse i lezër, Imam Ahmedi ka thonë, ka mundësi me një kusht. Nëse e plëcon një kusht, ka mundësi. I ka 1 milion euro, edhe është modest. Nuk zhytet në luks, nuk është mende madh, nuk habitet, nuk lezdohet. Tha, a din kur ka mundësi? Kur fiton ma shumë, nuk gëzohet. Kur hup, nuk i mnohet. Nëse e plëcon që të kusht, atëre ka mundësi. Dhe me, i ka 1 milion. I fiton 20.000, nuk gëzohet. Nuk bëhet kiamet, aman. Po i hup 50.000, nuk i mnohet. Kjo është modest. Po vallai, zarësht me i hup 50.000 edhe mos më i mnu. Zarësht. Mirë po, mundësi ka. Qysh ka mundësi? Kur njeriu e kupton se dunjaja është në shërbimin e tij. Kur njeriu e kupton se është rob i Allahut Dhul Jalal e nuk është rob i dinarit dhe i dirhemit. Për ata Allahu Dhul Jalal në Kur'an i përmend disa njerëz, thot rijalun la tulhihim tijara wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salah. Thot janë do burra që ata tregtia dhe shitblerja nuk i mashtron dhe nuk i huton, e as që i habit prej përmendjes Allahut dhe namazit. Thot Abdullah ibn Mas'udi radiallahu anhu, kom jetu në një kohë, ku i kom njoh disa tregtar, kanë qenë në treg, në pjatës, pazar. Thot ku ka thirë muezini, Allahu Akbar, e kanë lënë punën e tyre, kanë shku në xhami. Thot këta janë ata burrat që Allahu ka thonë, janë do burra që tregtia, shitblerja, nuk i habit ata prej përmendjes Allahut edhe namazit. Wallahi s'provë madh është. Thot po falem dëgoj bre. Falem dëgoj. Unë fëtë kërësëra po falë, me sunnete, me farze, me vikere, me kejt, kanal për bëj. Ama Allah pëthot, janë do bura që tregtia dhe dunjaja nuk i habit. Kër vjen namazi, u kripuna. Subhanallah, mu vjen keq. Se në qytetin ton, 4-5 dyqane jonë që mbyllën kër është koha e gjimos. Veç, s'ka më shumë. Nuk e di sa dyqane, nuk kom statistik, 4-5 dyqane jonë që mbyllën, nuk hutohet kë, nuk mashtrohet. A këta le ta marrin këtë mysh dhe të madhe të Allahu Dhul Jalal, se Allahu i ka cilësu me burni. Jem do bura që kur është në pyetje falje namazit, përmendja Allahut, tregtia dhe biznisi nuk i habit. O të kanal që se kollot, thot, me hojtë të e zoni 25 i qindis, akshamin 8 i gjys po thirë, ka vakt me fali qindin. Ka vakt me fali qindin, vesh. Për atë gjenneti e shkallë. Nuk mundën të më konë njësej. E ata që janë të etshëm dhe të dashurum për gjennetin, ata s'presin. Mirë, ti ke drejt në shty namazin, po qka kime i thonë Allahut nëse e zoni ki njës ka thirë 25, e ti ki thonë den 8 e gjys ka vakë, të nëzoni një punë e tërë që ashtu e qka po di unë dhëmë, u bo 6 e gjys. Erdhë me leku i dekës ta, o robi Allahut, shpirtin e rrë me ta marë. Ti se ke fali këndim. Shkove para Allahut Dhul Jalal, a më ndonë se do tjetë arsy për mu dhe për ty, ja Rabbi, me një mështeri për i largit, s'mujta me këthy. Ndo ashta mund, Allah e din, aty nësë dim, ama Allahu e din. Wallah, ja Rabbi, me i thonë Allah, ja Rabbi, unë e dashta bre me u falë, po s'di qka mu pështil puna, di qka. S'ka aty, s'di qka mu pështil, sa aty s'ka dredhi. Aty nuk ka dredhi. Për ata, musliman, kër e kuptojnë obligimin nga Allahut në këtë formë, edhe e kuptojnë rëndësin e dunjas në këtë formë, nuk ka mundësi këto dyja me pas kontradit dhe luft në mëzvete. Islami në nëzit tani, jemi arë diku ka fundi, se qaj ora, se që zdi që ka bo, ora 8 ora e 7 e gjysë, po më habit, jemi arë diku ka fundi, do t'i përmendi shpejt disa alternativa që Islami kërkon prej neve me zhduk papunësin. Unë edhe në fillim thash, na nuk kemi me artë me kazu, qysh me botare, qysh me... Jo, kjo punë e ekspertave, të ekonomisë. Mirë po, në vijat trasha, na e përmendëm ajetet. Për shembull, Islami kërkon për neve më marrë me bujqësi. Unë edhe ma eret të e këmë thonë, pa keq kuptime. Unë e di se ju nuk në keq kuptani, edhe ju nuk ilnoni, po dikush tjetër që i ndëgjon këto mundet me i keq kuptu. Këmë thonë edhe ma eret, a ka dhërat më të madhe
për një njeri ku Allahu atia ka jap tokën i ka 2 hektar, 3 hektar, 5 hektar, 10 hektar. A ka dhurat më të madhe? Çka bën ai zotnia? Nuk ka hesap me punë tokën. Nuk ka hesap me punë tokën. S'ka hesap. Viç të mpej pak po cilna, e nxirrin i rogën. Allahu dhul Gjelal të ka nderu, t'i ka jap 5 hektar tokë. E dini ju që na as bukën tonë se sigurojnë. Kosova, as millin e vetë nuk mundet me prodhu. Që ku halli jonë? Vo bre, vo ne nuk mundemi me prodhu, vo. Që ku jemi na? Edhe vo që i hajmi blejnë për tjerëve. Pse o kë? Islami në nëzit dhe kërkojnë prej neve më umarë me bujtësi, për ato shok të pejgamberi ka thënë. Njëri prej tyre Abu Darda radiallahu anhu, ka qenë një prej nxënësave, prej mësuesave më të mirë të Kuranit. Pejgamberi ka qenë në Damask, me mësu musliman me Kuranin, hoxha më i madhi. E ka pa një herë do musliman të mbil, të marë me shati, ka thonë, që ka bon këto më? A din kush je ti? Ka thonë, mos më ngutni, mos që ditni me mu që po punoj. Thot, e kom dëgju pejgamberin a Esan duke thonë, men gharasa gharsan lam ya'kul minhu adamiyun. Thot, e kom dëgju pejgamberin duke thonë, ai i cili e mbill një fryt, çka do kofta ajo? Edhe nuk hajnë prej ati bereqeti, qofshin njerëzit, qofshin gjint, qofshin shtazët, qofshin insektet. Vetëm se kjo do t'i regjistrohet ati në sadakat e Allahu dhul Gjelal. Ti nuk je i vetëdijshëm, bre. Po na qërë që ka kemi bo, qërë që ka dojnë. Njerëzit jotë gjanis, e kemi bo një kopsh të vogël aty. Allahu e din me sa vështërsi dhe me sa mundimi kemi gjithë ato pare. Shkon shejtani, hin me kerë dhe e prish kopshtin, e thën shemshirin, e shkel barin, i shkel lullet. Gjahil, le to shtaj edhe akademik shkence, s'ka vleraj. Që ku buna? Që i dojnë kësaj? Njerës pa edukat. Apo shekur është njeri e edukum, a i ka qenë në zotnia i Kuranit, tha në nuk vje marë mu me ka pshatin me punu tokën. Sa ati që, për ata Allah dhul Gjelal, ne nuk i kemi pun të mirë, se nuk pa e falendrojmë Allahun dhe Allahu po na dënon. Allahu na ka jap këtë këtë tokë. Ka njerëz që kanë tokën shumë të mirë. Që apo ne nuk i di ato mesele shumë, po e ka ujin ndër vate mbi vate që janë ato mesele. Allahu e ka jap të mira. Po babe babgjysh pe qasaj i kanë, ajo rrit pe qasaj. Këtë pasurin pe asaj kanë bo. A nuk ka hesap tha me punë tokën. Po mirë zotniti e provove. Pastaj, s'është më rëndësia ka hesap pas ka hesap. Ti diçka ki me fitu. Mirë po, apo shëni njerëzit që nuk dojnë me punu, jonë dhe mbela. Pastaj, Islami kërkon prej neve, për shembull, me u marrë me gjuhëti. Këto vetëm vija trasha. Allahu thot, uhille lakum saydul bahri wa ta'amuhu. Allahu thot, u është bo juve e lejume gjuhëtia e detit dhe ushqimi i tij. Kjo vija trasha. Nuk ka ndonjë alternativë. Mirë, po sikur sa ajeti mirë direkt thot, merruni me gjuhëti. A dini që Suedia është një prej shteteve më të forta ekonomikisht në dunja, në Skandinavi, buxheti i saj kryesor është peshku. Po, fribuna, po na s'kemi deti. Allahu dhul Gjelal nuk i shkon interesant me të kallzu filan hajvani ose filan shqiponja ka vlerë që ka që shka po diune. Allah të ka thonë mirë të përgjithshme. U është bo e lejume gjuhëtia e detit. Allah ka përmend detin se një element shumë më rëndësi. Një ajet tjetër Allah thot, a nuk po i shini anijet të cilat lundrojnë në për detra e ato juve ju sjellin interes dhe dobi? Ju lutem, a nuk bot një pjesë shumë e madhe e tregtisë botërore në përdeta? Një pjesë e madhe e tregtisë në botë në përdet. Ai shtet që ka udhëheqje edhe kontroll në përdeta është shtet i pasur. Për ato dhe luftat vëzën, kush me pas kontroll në shtete? Allah më ka vazhduar edhe para 14 shekujve. Thot, wal fulki allati tajri fi al-bahri bima yanfa'u an-nas. A nuk po i shihni anijet të cilat lundrojnë në përdete e ato juve ju sjellin përfitime dhe dobi? Krejt këto janë alternativat e Kuranit, që Kurani kërkon prej neve mu angazhu me eliminu papunësin. Për fund,
pejgamberi alayhis salam në mënyrë shumë stimuluese ka thonë ai i cili një tokë të vdekme, për shembull është një tokë e dekme, se punon kërkosh, njerëzit gjujnë beturina, e ngjallat tokë e punon, shariati atina ja mundson edhe ajo tokë bëhet e tina. Sipas shariatit, sipas ligjit islam. Për shembull, po e zojmë, diku 10 kilometra ndalet PS, po e zojmë në rrugë të Prishtinës, është një hapësirë shumë e madhe, 100 hektar tokë. Kur kush nuk e shfrytëzon, ajo kam o to tokë e dekme. Dikush gjunë bërlap, dikush ata, dikush këta. Një njeri, shkon edhe, një hektar, 2 hektar, fillon me ngjall, punon. Me shariat, kjo tokë bëhet e tina. Ani pse është të shtetit? Shteti thot pse e ngjallet tokën, kjo bëhet jotja. Apo çfarë metoda stimuluese për me i nxit njerëzit? Kur gjos pat, i punoj 2 hektar, ama ajo nuk ngjallet për një herë, se për mu ngjallë dhe për mu përpunu kërkon mund. Këto janë domethënë vëllezër të mi dashur disa prej metodave që Islami kërkon prej neve. Unë jam i vetëdijshëm për krizën, jam i vetëdijshëm për numrin e madh të papunësisë, mirë po me të vërtet ne si musliman duhet të angazhohemi, nga se çdo herë kur çdo punë kur e fillojmë në emër të Allahut, jemi shumë të bindur në ndihmën e tij, i mbështetemi atij dhe kur njeriu e fillon punën me krejt këto parametra, edhe suksesi inshallah nuk mungon. E unë me të vërtetë vjen keq kur shumë herë shoh djem të ri, janë xhamatli, janë musliman të mirë po kanë problem se nuk e kanë kuptuar se duhet mu angazhu me punu më shumë. Duhet mu mundu më shumë për me fitu riskun. Për ato pejgamberi alayhis salam ka thonë, ai njeri që e ka ushqimin e një ditë dhe një natë, edhe është i sigurt në shtëpinë e tij, është njeriu më i lumtur në dunjë. Do mirë, mos mendo me njerë me i bo milionat. Do të thonë, kështu Islami për neve kërkon mu aktivizu, me punu, e lusim Allah dhul Gjelal që të sjell mbi familjet tona bereqet, që të sjell mbi familjet tona rizq të halalit, me qëllim që të ushqehemi me halal, të jetojmë jetën në mënyrën halale. E lusim Allah subhanahu wa taala që të ndihmon musliman kudo që janë në botë, ta largon varfrin edhe fukarallahun për muslimanëve, në veçanti prej vendit dhe shoqërisë tonë.